Shkenca dhe Kurani, rastësi apo reflektim i thellë. A është e mundur që një tekst i shpallur në shekullin e 7 të përmbajë ide që sot diskutohen nga shkenca moderne? Kurani u shpall në një kohë kur njerëzit nuk kishin teleskop, nuk kishin mikroskop, nuk kishin njohuri mbi galaktikat, qelizat apo strukturën e universit. Megjithatë, brenda tij gjenden ajete që flasin për natyrën, krijimin dhe kozmosin. Pyetja është, si duhet t'i kuptojmë këto përshkrime? Universi në zgjerim. Në një ajet përmendet se qielli është ndërtuar me fuqi dhe se ai po e zgjeron atë. Sot shkenca moderne pohon se universi është në zgjerim. Që nga zbulimet e shekullit 20, astronomët kanë vërtetuar se galaktikat po largohen nga njëra tjetra. Kjo ide ishte e panjohur në botën e lashtë. A është kjo një përputhje e habitshme, apo një shprehje metaforike që sot po interpretohet ndryshe? Zhvillimi i embrionit. Në disa ajete përshkruhen fazat e krijimit të njeriut, fillimisht si një pikë e vogël, pastaj si diçka që ngjitet, më pas zhvillim gradual në faza. Embriologjia moderne përshkruan zhvillimin e fetusit në etapat e dallueshme. Në kohën e shpalljes së Kuranit, njohuritë mjekësore mbi embrionin ishin shumë të kufizuara. Disa shohin këtu një përputhje të thellë, të tjerë argumentojnë se përshkrimi është simbolik, por fakti mbetet. Tema e krijimit trajtohet me një rend të strukturuar. Barierat mes deteve. Kurani përmend 2 dete që takohen, por mes tyre ekziston një barierë që nuk lejon përzierje të plotë. Sot, oqeanografia njeh fenomene ku ujërat me temperatura dhe kripsi të ndryshme krijojnë kufi të dallueshëm fizik. Këto kufi nuk janë mure të dukshme, por zona tranzicioni ku përzierja është e kufizuar. A është ky një përshkrim i natyrës që u kuptua më vonë, apo një metaforë poetike? Roli i maleve. Në disa ajete, malet përshkruhen si kunja që stabilizojnë tokën. Sot gjeologjia studion rolin e rrënjeve të maleve në strukturën e pllakave tektonike. Malet kanë thellësi nën sipërfaqe, jo vetëm lartësi mbi tokë. A është ky një përshkrim shkencor, apo një imazh figurativ për stabilitetin? Është thelbësore të kuptojmë se Kurani nuk është manual shkence. Ai është tekst shpirtëror. Qëllimi i tij nuk është të jap formula fizike, por të nxjisë reflektim. Shumë ajete përfundojnë me pyetje si: a nuk mendoni? A nuk reflektoni? Kjo është interesante, sepse edhe shkenca fillon me një pyetje. Disa besimtarë shohin këto përputhje si mrekulli, disa studiues i shohin si interpretim modern të një teksti të lashtë, por ndoshta debati vetë është pjesë e reflektimit, sepse sa më shumë zbulon shkenca, aq më shumë lindin pyetje të reja. Dhe ndoshta qëllimi nuk është të vendoset njëra kundër tjetrës. Ndoshta shkenca dhe besimi nuk janë armiq. Ndoshta janë 2 mënyra për të kërkuar të vërtetën. Njëra studion mekanizmin, tjetra kuptimin. Edhe ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është a është kjo rastësi, por çfarë na mëson kjo për mënyrën si ne e kërkojmë të vërtetën?